Jasa hapa duhet të ecnin në ditë për të rënë 1 kilogram në javë. Të pakënaqura me format e tyre, femrat u nënshtrohen dietave drastike për të arritur pamjen që duan. Sikur të ishte kaq e thjesht, të gjitha do të ishin modele, por përveç stilit të jetesës e regjimit ushqimor, gjenet tona janë ato që përcaktojnë format e konstruktit të çdo njeriu. Para se të eliminoni ushqimet apo të kufizoni veten tuaj në të ngrënit, filloni aktivitetin fizik, pasi ky është e vetmja mënyrë për të rënë në peshë gradualisht dhe shëndetshëm, pa rrezikun që kilet ju rikthehen sërish. Ja se sa kilometra duhet të ecni në mënyrë që të bini nga pesha. Nevojiten 2000 hapa për të djegur 100 kalori. Një orë ecjen me hap normal djeg rreth 400 kalori. E për të humbur rreth 1 kilogram, ju duhet të diqni 3500 kalori e diku tek 70.000 hapa. Mënyra më e shëndetshme për të humbur peshë është humbja e 1 kilogrami në një javë. Për të arritur këtë, ju duhet të ecni 8 kilometra, që janë gati 10.000 hapa ose të diqni 500 kalori çdo ditë.